kanë pasur DNA. Mirë. Se gjoja na ka ndodhur ngjarje. Okej. Zoti Karaj, për ju? Kush është elementi që ju bën më shumë përshtypje në gjithë të lënje të lirë, xhiro, shëtitje, arratiste? Ajo është sa gallat, sa qesharake, sa mund ta marrësh domethënë për kështu për film vizatimor, po duash në gjitha shke, sepse edhe film nuk e bën dot kaq të bukur, sepse do të jetë mendja e skenaristit thotë, po kaq pak fantazike pas ke pasur, domethënë që të arratiset në këtë lloj mënyre, pra duket shumë e lehtë në kuptimin e mirëfillt fjalës. Unë logjikoj domethënë që duhet të shkojë përtej arratisjes së asaj dite ose lejimit që të largohej. Ore pse ndodhesh ky njeri në burgun e Durrësit? Në burgun VIP të Durrësit, ose më mirë burgu i të fortëve, në hotelin me 4-5 yje të Durrësit. Pse s'ndodhesh tek godina A e 313-s, te ajo kazerma italiane, e 130-s. Po, u zgjuan pak vonë për t'i çuar atje. Dakor, po unë tani e kuptoj domethënë historinë që pasi ndodh këtu, pastaj ne të gjithë fillojmë me kredhim zonën, e më thashë edhe lajmi. Përndarja bëhet dhe për çështje sigurie, se mundet e 313 të ketë grupe të rivale. Po pra, e çonin Peqin, e çonin fush ky verifikim para pak. Dakor, e çonin fush Kruj. Mirë, pra, po duke marrë në analizë rrezikshmërinë e mund ta çonin Peqin, po që është burgu i sigurisë lart. Çështja e burgut, sepse burgu i Durrësit nuk është burgu i sigurisë lartë. Dhe nëse ti po flet për një person i cili ka rrezikshmëri të lartë, prezumohet që ka një rrezikshmëri të lartë për masakrën e Elbasanit dhe për Bradasheshit dhe për pra rrezikon burgim të përjetshëm, sepse për tilla akuza ai është në prokurori, në SPAK dhe në gjykat, atëherë unë çuditem domethënë se si gjykata apo SPAK-u, sepse këtu jam i dyzuar se kush e ka dhënë urdhrin që ai të vuante paraburgimin në Durrës. Teorikisht do duhet ta japin SPAK-u kur jeni çështjet e fazës së paraburgimit, sepse gjykata e jep vendin e burgimit në momentin kur jep vendimin. Faza e hetimit ishte akoma. Po pra ishte në fazë hetimi. Po, fazat e hetimit pse duhet zgjasin 5-6 vite? Sepse varet një e para, domethënë, aty ai mbyllet një çështje dhe i fillon një çështje tjetër. Pra ai kishte çështje. Po pra, çështjen e parë që i mbyllet mund të jepesh dënimin për shkak. Po si është dëm, se ka mbaruar fazën akoma hetimore të gjithë çështjes. Pezullon afatet e çështjes së parë dhe nisin afatet e dytës. Në moment që shplyn dënimin e dytës, nisin të parat. Tani te SPAK-u ka një gjë që më ka bërë shumë çudi kur e kam lexuar në ndërreshta. Ky akuzohet domethënë për Bradasheshin, ndërkohë që ka 4-5 vite në burg. Po, që prej 2020. Dhe në bazë të përgjimeve të Encrochatit, të vitit 2020, të cilat SPAK-u i ka, ku çopjat flisnin me njëri tjetrin në lidhje edhe me burgosjen e ushtarit të tyre, ata thoshin domethënë që ne duhet ta nxjerrim me patjetër këtë njeri, nuk ka rëndësi 1 qytet jashtë. Nuk ka rëndësi na kushton 1 milion euro apo 10 milion euro. Këtë ne duhet ta nxjerrim me patjetër jashtë. Tani kur këto janë të përgjimet të cilat SPAK-u i disponon, sepse që aty kanë dalë, nuk i prodhuam ne. Pyetja është, në momentin kur këta e kanë ditur fare mirë domethënë se me çfarë kishin të bënin. Pse pikërisht e çonin domethënë të rinte të ishte komshi me Erion Veliën se kuptoi këtë histori. Apo me Ilir Beqaj. Sepse po të ishte se burgu i Durrësit, që ka burgu më i sigurt në Shqipëri, pse i ndryshuan tani, edhe politikanët kanë nevojë për krahatar martesë. 50 të paraburgosur apo të burgosur, i shpërndanë në gjithë 38, më fal, ishin 34-38. Regjia besoj do ta ketë edhe listën. Pas ka shqyrë arsye që pra, do të nisin fillesat janë që këtu e para. Pastaj ajo pjesa tjetër, domethënë mënyra e shoqërimit apo gjithçka tjetër për mendimin tim nuk mentori tha, është pa aftësi, po vetëm pa aftësi nuk mund të jetë ajo sepse aty dhe ti dhe unë po të kishim bërë atë ditën e parë. Besoj që të jetë pa aftësi. Jo, thjesht po i vija asaj që the ti, po dhe ti dhe unë po të shkonim një ditë të bënim atë punë, sigurisht domethënë nga Afrika, nga Dëshia, do i kishim vënë pranga të burr. Unë s'mbaj mend ndonjëherë, kem shkuar në gjykat për të mbrojtur një klientimin. Për një vepër penale të rënd dhe klienti im mosketaru nga burgu me pranga. Unë nuk e mbaj mend njëherë vetëm që të mosketaru me pranga. Po pra, kur shohim zvarr korrupsion, më bën përshtypje këtë që thot avokati, nga